A duhet ja heq gruaja burrit gjitha shoqet që ai ka në Instagram? Është një nga arsyet pse çifti edhe mund të shkojë në krizë në grindje. Unë mendoj dhe jo më larg se sot, domethënë me personat që kam pasur të bëj sot, që kanë qenë patjetër në momentet e zgjidhjes martesës së tyre, mendoj se kjo puna e rrjeteve sociale duhet të jetë një indiferentizëm i plot nga secili partner, që do të thotë as nuk kanë pse ta kenë njëri tjetrin rrjete sociale. Nëse nuk e kanë, janë më të qetë sepse kështu nuk do humbin kohë për të parë se çfarë zgjidhur, është problemi i shtyrë. Urdhro? Është problemi i shtyrë, nuk është problemi i zgjidhur. Çdo të thotë i shtyrë dhe i zgjidhur. Që praktikisht në qoftë se nuk ndiqeni, kurioziteti do jetë përsëri aty, edhe do hulumtojmë. Ndoshta hulumtimi është edhe më i madh ka shi partneres apo partnerit në këtë rast. Unë mendoj që kjo duhet vlej si një këshill, të qenurit kurioz nuk ndihmon, se populli thot kurioziteti vret dhe macën që ka 7 jetë dhe jo më neve njerëzit që nga një kemi. Që do të thotë, unë dua ta bëj pak më shumë të thjeshtë se kur mendojmë kështu zgjidhjen e martesës, se ndoshta edhe kjo është një element tjetër.